jashtë shtëpisë. E qartë. Mertenika, ju e njeni më mirë po besoj teknologjinë dhe ju e dini se sa lehtë është sot të kyçesh në një rrjet social. Mirë po duhet shtuar se në disa rrjetet të tjera sociale, shpesh herë kam parë se po kërkohet, për shembull në Instagram, unë kam që sa kohë që kam profilin, më është kërkuar një ditë befas që Instagrami të mos suspendoj, ta dërgoja një fotografi të kartës identitetit, në mënyrë që të verifikohesh mosha edhe nëse është profili im. A duhet jetë kjo njëra nga piknisje? Kjo është zgjidhja më mirë që duhet bëhet. Do të thënë gjëja e parë, do të thënë çdo profil në një rrjet social e mira është që të hapet me verifikim. Që do të thotë nëse një fëmijë, një individ, një i rritur e çfarë do lloj, që të hapi një rrjet social duhet shtu aty të përdorim kartën e ID-s ose pasaportën. Por çka do të thoshte kjo më pas Mertenika për mbrojtjen e të dhënave tona personale, sepse së fundi nuk e di nëse ke po se si një ish-punonjës i metas ka shkarkuar me dhjetra të dhëna personale të njerëzve në momentin kur e ka lënë. Jo, shiko, kjo është besueshmëria që mund të krijohet me anë të rrjeteve sociale. Se nëse rrjetet sociale kërkojnë një kartë ID apo një pasaport për verifikim, kjo nuk është problem shumë i madh domethënë për përdorimin e të dhënave, sepse mosha e tjerë apo çfarë do lloj gjë ID edhe janë, domethënë nuk është një problem i madh. Ideja është që të përdoret, unë e kam përmendur e pak a shumë më përpara, përdorimi i kartës identitetit apo pasaportit do ishte zgjidhja më ideale që të verifikoj këtë individ në mbi limitet e moshës 15 vjeç. Gjithsesi, ajo që unë desha të përmendja është që në raportin me fëmijët, për shembull, që kur fëmia lind e deri në moshën e adoleshencës, kuptohet që nuk është i formuar mirë. Që do të thotë duhet baza kryesore është komunikimi me prindërit. Është që prindërit jenë si shok me fëmin, që të bisedojnë, domethënë qetësisht, me argumenta, t'i zenë kohën, me një kurs gjuhe, me një aktivitet sportiv, pra duke induktuar më shumë pikërisht pra atë aspektin, si mund të themi, aspektin e zhvillimit ose të kulturës. Ndërsa nëse prindëri për shembull i japi një telefon apo një tablet apo një laptop, kjo do të thotë që e humbasin komunikimin ashtu siç duhet me prindërit. Kjo që nuk është gjë e mirë fort, domethënë. Tjetër gjë, inteligjenca artificiale, pra rrjetet sociale për qëndrimi për një kohë të gjatë, ka efekte goxha negative ke fëmijët. Në rast parë, se mjekja e tij më mirë, introvertizmi, që do sot hyrë pikërisht pra ne kemi humbur atë konceptin social si më përpara. Pikërisht Mertenika, rrjetet sociale apo na bëjnë më shumë dembel apo social me njëri tjetrin? Sepse ka humbur disi ndjenja e të dalurit. Po na bën edhe dembel edhe antisocial, në sensin dembelizmin ne me anti-inteligjencë artificiale po i zgjidhim gjërat shumë shpejt. Vërtet duket sikur po na ndihmon, por që domethënë sigurisht ka rendimentin më të madh, produktivitetin më të madh. Sot industritë, apo flasim për më tepër në këtë profil, industri të ndryshme në shëndetësi, domethënë në prodhim automobilash elektronike, kudo në bank, në sistemin bankar, po zgjidh më së miri punën.